Jemi rikthyer këtu në pjesën tonë të fundit, siç e thash edhe pak më parë, Peaky Blinders, një nga serialet më të jashtëzakonshëm të realizuar ndonjëherë në kinematografi, ka mbritur më në fund në ekranin e radio-televizionit publik shqiptar. Një serial I cili në fakt I ka bërë shumë njerëzit për vete. Ai për një kohë të gjatë nuk është transmetuar në televizion, është transmetuar sigurisht në platforma të ndryshme, por tani më do të kemi mundësinë ta shohim nga e para edhe në Shqipëri në mënyrë ekskluzive në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Çfarë e bën këtë serial kaq të veçantë saqë ka fansët e tij të zjarrt? Personazhet, karakteret, ngjarjet e vërteta, ashpërsia apo vërtetësia me të cilën tregohen ngjarjet e tyre, të gjitha këto do të zbulojmë me dy miq të ftuar. I pari është Klemi Sinakolli, menaxher kinemaje dhe mik I emisionit tonë. Përshëndetje. Mirë se vjen Klemi sërish, ti kalon sot je veshur tamam kështu si Peaky Blinders, me atë kostumin të mungon ajo. Pakës fare, se nuk është se... Dhe vazhdojmë Ermal Peçi, gazetar politike, sociolog dhe të gjitha dhe një fans I zjarrt I Peaky Blinders. Kush është personazhi jot I preferuar? Tommy Shelby. Dhe gjithë femrat e duan atë, ç'është kjo punë kështu? Po... Si kontekst... Gjithë çunat edhe gjithë femrat, sepse ai me të vërtetë është një nga personazhet më interesant të serialeve të viteve të fundit. Kam përshtypjen. Përgëzimi për iniciativën që po e sillni në televizion. Siç ju e thatë, është një nga serialet më ikonik, cilin shumë e kanë parë në BBC ose Netflix. Unë besoj që bota ndahet kështu, kush e ka parë dhe kush jo. Unë fatkeqësisht futëm ka pjesa jo që po pres ta shoh nga fillimi I serialin, pasi Cillian Murphy realisht më pëlqen si aktor, është një nga ato aktorë cilët nuk kanë haters, nuk ka asnjë person që e urren ose nuk ka simpati për Cillian Murphy, fituesi I çmimit Oscar me Oppenheimer, kështu që futet tek ato aktorët e mi të preferuar. Dhe unë mendoj që ky serial ishte një nga shtysat e mëdha që aty janë dhënë role të rëndësishme për sa I përket. Po, patjetër, të biesh në sytë. Po, gjithashtu ka pasur disa projekte bashkë tek filmat e Nolan. Unë vendosa I bas që ai do ishte 007 I ardhshëm, duke pas parasysh edhe faktin që është British, Irish, fakt, sepse nuk është bashkë British, por nuk besoj që do t'jetë ndër ato emra të cilët po lakohen shumë për James Bond, dhe kjo e për shkak të moshës, projekti I ri James Bond do një aktor të ri, kështu që le të vazhdoj me Peaky Blinders. Shkojmë te Peaky Blinders, do ndjekim një insert në fakt dhe do rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën. It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started. Rumors that there was a robbery. Një nga serialet më të vlerësuara të viteve të fundit vjen më në fund në ekranin publik shqiptar. Nisonte seriali premier Banda Peaky Blinders, një dramë historike që është kthyer në një dukuri botërore. Të 6 sezonet do të transmetohen në RTS HD me nga 2 episode njëra pas tjetrës, çdo të hënë dhe të mërkur në orën 22. I vendosur në Birminghamin e viteve 1920, seriali sjell historinë e familjes Shelby, drejtuesit të saj të fuqishëm, Tommy Shelby, në një botë ku ambicia, pushteti dhe besnikoria përplasen pa mëshirë. Me realizim të kujdesshëm, muzikë karakteristike dhe lojë aktorësh të nivelit të lartë, Peaky Blinders është vlerësuar me çmime ndërkombëtare dhe ka tërhequr një audiencë të gjerë në mbar botën. Nëse më parë e ndiqnim në platforma të huaja, tani, ky serial I njohur vjen në ekranin e radio-televizionit shqiptar, me përkthim profesional dhe kujdes maksimal për shikuesin shqiptar. Banda Peaky Blinders, një arsye më shumë për të qenë përpara ekranit. Shelby.
Never heard of him. Shkoj pak tek Ermali. Përse figura e një antiheroi, si që është Thomas Shelby, është kaq popullore dhe njerëzit e duan kaq shumë? Shko, mund ta marrim në dy aspekte, sepse ne mund ta shohim si antihero, por ka individ apo ka personazhe të cilët për shkak të karizmit tyre, për shkak të fabulës që krijojnë, për shkak të tematikave dhe për shkak të një jete që ka bërë. Pra ne duhet kuptojmë që filmi tregon Anglinë pas luftës së parë botërore, tregon një familje të varfër, një prej vëllezërve që merr përgjegjësi mbi supe dhe arrin ta çojë familjen në nivele shumë të larta, dhe më pas ne aty shikojmë edhe ambicjet apo pushteti se si e ndryshon njeriu, sa ai kërkon që të dalë nga ajo çfarë ka nisur dhe si rrethanat e kushtëzojnë, dhe kjo nuk kupton edhe shumë histori njerëzore. Prandaj disa histori njerëzore personifikohen apo simbolizojnë te ky personazh. Në anën tjetër duhet të shohim diçka. E gjithë realitetit, sepse këto janë gjatë seriale, por personazhi kryesor që është Tommy Shelby, personifikon të paktën një njeri të ftohtë, kalkulator, të qetë, Nis kështu kam përshtypjen. Po, por i cili në fakt kishte një strategji për ta çuar familjen maj, dhe duket se jo vetëm ambienti Ballkanas, por edhe Europa, por edhe bota i pëlqen këto filmat Sigurisht, me këta njerëzit të cilët marrin mbi shpatulla të rrisin një familje, përgjegjësinë, pra të ndjesinë e atij patriarkut i cili na ka shoqëruar në jetët tona dhe në mënyrën se si. Po, është vërtet. Po, duket se edhe perëndimi, po them, ka disa modele, për shembull ka pasur filma Kapi Dej Kapi apo The Godfather dhe në Shtetet e Bashkuara. Aty kemi ikonike, po i bëjmë direkt ato të këqinjt, i bëjmë ikona. Do me thënë, ti si një menaxher kinemaje, si mendon se ka ndikuar ky serial për të shtuar interesin tek njerëzit për ato që mund të konsiderojnë produksione historike, sepse ai kthehet shumë vite pas në kohë, po edhe drama kriminale, sepse në fund fare ata janë pjesë e një getoje kriminale, pra gjithçka, çdo gjë, pushteti, politika, lojrat që zhvillohen aty. Për mua duhet përmendet fakti që është një krijim origjinal i BBC në fillimet e veta, në sezonin e parë dhe dytë, me sa di më pas është blerë nga Netflix dhe ishte një nga ato seriale që i dhanë një shtysë goxha të madhe popularitetit të Netflix në vitet para pandemisë, duhet të thënë që në vitet 2012-13 Netflixi nuk është se ishte aq popullor sa ç'është tani. Dhe të pasur dhe thjesht po blinte disa seriale të ndryshme për t'i bërë popullor. Dhe Peaky Blinders ishte ndër ato seriale të parë që u ble nga Netflix dhe më pas u zhvillua, por që i dha një popularitet shumë të madh. Ishte periudha ku BBC po krijonte disa TV shows të ndryshëm për ngjarjet e veta historike dhe personazhet. Duhet tekstuar, siç po diskutonim, ishte Sherlock, një nga Sherlock Holmes, realizimi i BBC-s, që është një nga realizimet më të bukura dhe i preferuar im personal. Se vazhdon dhe transmetohet, kam përshtypjen. Besoj që ka stopuar, u bën 4 sezone dhe besoj ka stopuar për momentin me Benedict Cumberbatch. Kështu që është iniciativë goxha e mirë e BBC-s për ngjarjet dhe personazhet e veta të letërsisë ose historike. E njëjta gjë ishte edhe me Peaky Blinders. Normalisht kur flasim për Britaninë e Madhe, është një nga ato gurët kryesor në kinematografinë botërore kas Hollywoodit, dhe një nga ato rëndësi të tjera të Peaky Blinders është që na adhuroi një yll të madh siç është Cillian Murphy. Me të vërtet një super aktor. Që e pam tek Oppenheimer. Të gjitha karakteret janë shumë interesante. Tek ai bien dritat. Tek ai bien dritat, sepse me të vërtet është një zgjedhje jashtëzakonshme për si karakterin kryesor. Ajo që dua të të pyes, Ermal, ti preke pak më parë të ngjan me Ballkanin, na ngjan ne, pra na vjen na flet. Kjo ndoshta lidhja e krimit me botën e politikës, a është gjithashtu një histori që josh në çfarëdo lloj periudhe të tregohet ajo dhe i ri realitetit të sotëm? Jo, josh edhe shet. Dhe për më shumë ne duhet të kuptojmë që ne kemi parë filma për Italinë, kemi parë filma për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi parë madje filma edhe për Ballkanin, por s'kishin parë për Britaninë. Dhe kjo tregonte edhe një anë të botës së errët në Britani, dhe gjithmonë se doja të rikthesh edhe pak tek pse troqi vëmendjen kaq shumë. Ne dim që disa histori të patreguara gjithmonë kur dalin në publik shesin shumë. Kështu që në këtë kontekst, duke e përshtatur më pastaj me kontekstin social dhe psikologjik
jo vetëm të Ballkanit, por edhe të tipologjisë së njeriut, këto histori tregojnë shumë, sepse në të vërtet aty tregojnë bashkëpunimin e heshtur, apo influenca dhe zonat e influencës, ku krimi përdor politikën për favore të caktuara dhe politika përdor krimin për vota. Pra ky është një mekanizëm që shpeshherë nuk ka ndodhur vetëm në Ballkan, por ka ndodhur edhe në vende të zhvilluara, dhe ne duhet ta kuptojmë që këtë vetëm procesi e ka shuar. Pra duke u forcuar ligji, minimizohen, por nuk e zhduk dot. Edhe sot që ne flasim, është e njëjti realitet në disa vende, por kjo përsëri tërheq vëmendje dhe ne dim shumë mirë se çfarë ndodh në një pjesë të botës dhe gjithmonë kurioziteti për të kuptuar se si janë diversifikuar burimet, qoftë njerëzore dhe infrastrukturore, të krimit apo të politikës, na bën që të ndjekim tilla seriale. E pra, po na vë pak tek ai rreziku mos ta romantizojmë krimin dhe sepse ky sigurisht është edhe një lover dhe një personazh i cili ka dhe historitë e veta të dashurisë, gati diku të pamundura, pastaj të mundura, pastaj të refuzuara, pastaj të... Dashuria nuk gjykohet. Nuk gjykohet, a? Po kjo imitizon goxha. Dashuria shijohet edhe kaq. Imitizon dashurinë me një kriminal. Po për shembull për marr rastin ke Capo di Capi me që përmendet mua ajo gjë që më duke shqetësuese për shembull për atë duke qenë se kemi konsumuar shumë prodhime italiane të asaj periudhe të viteve 90, është e imitizonte goxha Totorinën për shembull. Kishte njerëz cilët e panë si idhull Totorinën, e njëjta gjë ndodhi edhe me Tommy Shelby, ndërkohë që ato ishin personazhe që i kanë sjellur 1001 këqija. Po, në thelb por ne po flasim për serialin dhe për serialin për mirë. Seriali jep mesazhe, sepse në fund ato doja të jep çfarë mesazhe, mos shko në fund të lutem. Them si kontekst. Mesazhe për të hyrë te kjo botë, për të dashur, për të dalë, për të pastruar pra veten dhe për të jetuar një jetë e cila nuk të vjen. Këtë do të vija në sensin që aty tregohet e gjithë rrugtimin nëse ti ke sukses. Pra, nga e nisë se si ti krijon famë, se si ti krijon ti jesh i pëlqyeshëm, se si mund të krijosh dhe lidhje nivele politike, se si mund të bësh dhe një biznesmen i suksesshëm, por më pas kjo lidhet edhe... Duhet të dish të bësh hesapet me të kaluarën tënde dhe ai është vërtet në gjendje që ta menaxhosh atë. Dhe ai menaxhon dot dhe për secilin prej serialeve, edhe për Peaky Blinders, ka treguar që në fund nuk del dot në rrethi vicioz që ti krijon. Pra është një rreth që ti rrotullohesh, mund ta shijosh momentin, por në fund mesazhi që jep është që është shumë e vështirë të dalësh. Prandaj ti duhet bësh dhe prandaj këto seriale, edhe Peaky Blinders është me 6 seri, të tregon hapasapi se çfarë ka hequr mbi supe edhe aktori kryesor, por dhe familja e tij për të arritur atë stad, dhe sa kanë lëshuar nga vetja, sa kanë sakrifikuar nga veta, sa lot kanë derdhur apo sa gjak është humbur, dhe në fund tregohet që pavarësisht gjithçka nuk ka arrin dot që të vesh dot në maj, sepse është një rreth vicioz që nuk të lë. Nuk të lë të dalësh nga aty. Megjithatë, çfarë e bën të veçantë nga ana kinematografike? Pra, dhe kur flas nga ana kinematografike flas jo vetëm pjesën e skenografisë, pra gjithçka që shohim, por edhe nga pjesa e skenarit që e mban në suspans, po themi, publikun nga seri në seri. Shiko, unë tek pjesa kinematografike, për shembull, duke pasur parasysh gjithë eksperiencat e mëparshme me filma, fus edhe në kimin që ka gjithë stafi me njëri tjetrin, aktorët me njëri tjetrin, me castin realizues. Ka një kimi perfekte ky serial, ajsa Cillian Murphy ndër shumë projekte tjera që ka, tek sezoni i fundit u bë dhe producent ekzekutiv i serialit, vetëm se donte që të zhvillohej. Njëkohësisht ka mbaruar xhirimet dhe për filmin përmbyllës të serialit, i cili po nis një luftë. Po, ka mbaruar xhirimet dhe është në një luftë tani më Netflixi me kinemat, pasi producentët e Peaky Blinders duan patjetër të ketë një xhiro në kinema Peaky Blinders. Duke parë që nga fotografia e gjithë filmit, nga lokacionet, nga narrativa, është një prodhim kinemaje, pavarësisht që është shumë i zgjatur dhe ka shumë seri. Besoj kjo është edhe shkaku që do e përmbyllin me një film. Kështu që shpresoj që ajo lufta Netflix kinema të anoj pak nga kinemaja, besoj që Netflixi përshkon pak nga kinemaja, për sepse ajo i jep magjin në këndvështrimin tim. Ermal, ti çfarë mendon se bën këtë një serial nga i cili ti nuk shkëputesh dot? Narrativa apo dinamizmi? Të tashmë janë kthyer edhe në njerëz që edhe kanë, po themi,
frymëzuar industrinë e modës në shumë aspekte, për t'ju rikthyer pak në kohë mënyrën se si njerëzit kur pash Glenin, mendova se mos kishte ardhur njësoj si ata të Peaky Blinders në veshje. Unë ajo thash s'do marr atë mirë do kishte berretën, ja, po. Sepse me të vërtetë është një duhet krijonim një fan club atë. atë. Një stil gentlemanësh që puna mungon. Dhe nuk kam më, kam përshtypjen. Kostumet, ato orat e xhepit, ato zinxhiret e veshur bukur, ajo mënyra se si ai mëson të gjithë vëllezërit e tij të vishën, të jenë pastaj të suksesshëm për të prezantuar veten në raporte të tjera. Domethënë, ai serial përveç se ka dinamizëm, ka edhe mesazhe jo vetëm të cilat shërbejnë edhe në ditët e sotme, por ne shikojmë edhe marrëveshjet që duhet bëjnë për të forcuar në momentet caktuara kur ata si familje janë të dobët. Të dobët dhe ky lloj seriali duke përfshirë një sër dinamizmash, duke përfshirë një sër ngjarjes, të bën mbërthyer sepse ngjarje pas ngjarje ti pret çfarë do ndodhi serin tjetër, ti pret si do të arrijë marrëveshjen tjetër, ti pret si do ta zgjidhë problemin tjetër. Dhe në këtë kontekst dhe në këtë dinamizëm të gjithë këtyre ngjarjeve, ajo merr vëmendjen kryesore dhe kjo të bën që ti të thuash më njëherë që o seria tjetër çfarë mesazh do t'japi, apo seria tjetër çfarë do të na mësojë. Sepse edhe na kinematografia është një mënyrë se si ti mund mësosh edhe pa lexuar. Tani me që ju futët këtyre serialeve do merrni ndonjë tjetër apo nuk zbulohen akoma? Moderna është një tjetër serial spanjoll i cili në fakt duket se nuk ka të njëjtin, po themi njohon kaq të madhe sa ka Peaky Blinders, po për sa i përket mënyrës dhe qasjes në vitet ku ai zhvillohet dhe sigurisht tregon për emancipimin e femrës në shoqëri. Janë përzgjedhur me shumë kujdes, ndoshta ti nuk e njeh. Është një serial spanjoll, nuk e di nëse regjia mund e pam përpara. Dhe tregon më së miri se si femrat duhet ja dalin vetë, pra duhet në një moment ku shoqëria spanjolle po kalonte një krizë të madhe pikërisht për këtë identitetin dhe për mënyrën se si duhet të rritej pikërisht ndërgjegjësimi dhe mënyra se si femrat i qasen. Për mua më lërët të ndhem dhe diçka tjetër që... Gjithmonë është historik dhe nga ana e kostumografisë dhe nga mënyra se si gjërat zhvillohen, pra marrëdhëniet personale, marrëdhëniet e dashurisë dhe gjithçka, ka mesazhe të forta nga pas. Pra histori dashurie, por të gjitha këto të vendosura në një kontekst ku femrat duhet të fitojnë atë forcën e tyre dhe pavarësinë e tyre. Dhe është një serial gjithashtu shumë i bukur. Ju thash përgëzime për iniciativën, por një nga anë tjetër pozitive të shfaqur të këtij lloji seriali në televizionin publik është që arrini të kapni një shtresë shumë të gjerë që vetëm televizioni publik mund ta kapi, pasi në kohët e sotme kur informacioni dhe aksesi është në 24 orë 24, ku ti mund të jesh me një klik, mund të shohësh çfarë do gjë, por të pasurit një shtrirje si që ka televizioni publik në gjithë vendin dhe tek gjithë popullsia e bën edhe e amplifikon më shumë lajmin që ky serial po shfaqet në televizion. Ermal, ti për shembull një njeri që e ke parë, do të rishohësh nga e para, ja vlen ti rikthehesh si seriali? Gjithmonë është kinematografia apo serialet janë si punë e librave. Në çfarëdo lloj moshe ti shikosh apo ti lexosh dhe ti rikthesh, merr mesazhe të ndryshme. Kështu që do të ishte shumë e rëndësishme që edhe unë do ta shikoj, por besoj që Peaky Blinders do jetë si Njerëz dhe fate njishi kur atë sheja jepte para shumë vitesh dhe ishim gjithë dhe gjithë fokusoheshim duke pritur momentin që ti bëj serial. Unë do kisha pasur shumë qejf edhe ndonjë Stranger Things në të ardhmen, pse jo? Atë duhet, prandaj u pyeta, po nuk më tha gjë, kështu që okay, janë mesazhet koduara që po japim. Nuk i marrim ne vendimet, por megjithatë duhen përgëzuar më së shumti të gjitha ato që kemi arritur deri tani, kështu që duke filluar nga sot në mbrëmje nis seria e parë, episodi i parë i një sage me 6, po themi 6 serime nga 10-12 episode sezone. Të cilat ka ky film. Mbarojnë shpejt, në kohët e sotme mbarojnë shpejt. Ju urojmë të gjithë shikim të këndshëm, ju falenderoj shumë që ishit me mua. Faleminderit. Edhe ishte kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit Sergio Ajdinit për gjithë shoqërimin që na ke mbajtur sot. Do ta shohësh Peaky Blinders ti? Patjetër që po. E ke qejf, e ke parë? Nuk e kam parë asnjëherë, kështu që ndoshta është momenti i dur. Kështu që është koha për të parë radio televizionin shqiptar. Mirë, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Ju them edhe një herë një vit të mbar, punë të mbar, ne do takojmë sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.